Hajde Rafaela, hajde fillojmë. As vajte ora. Kalon dot. Atëherë të nderuar këshilltar, nderuar qytetar. Kjo është mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak, e organizuar dhe njoftuar sipas procedurave të përcaktuara në ligj dhe në rregullore. Korumi ose pjesëmarrja në mbledhje është 15, pra jemi në korumin ligjor. Lexojmë rendin e ditës, i cili po ashtu është hartuar dhe miratuar në bazë të rregullave që përcaktojnë ligji dhe rregulloria. Nëse kemi ndonjë kërkesë për ndryshim të rendit ditës, mund ta bëjmë tani paraprakisht. Nëse s'kemi, vazhdojmë me leximin e rendit ditës. Pika 1 është miratimi i rendit ditës. Pika 2, miratimi i procesit verbalit të mbledhjes së Këshillit datë 19/3/2025. Pika 3, informacion nga vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 19/3/2025. Pika 4, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga anëtarët e bashkisë për muajin mars 2025. Pika 5 dhe fundit, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtzuar 6% për muajin mars 2025. Për pikën 4 dhe 5 është mbledhur Komisioni i Ekonomisë në datën 23, ora 1, kështu që kur të shkojmë tek ato do kërkojmë prononcim të kryetares. Paraprakisht kush është dakord me miratimin e rendit ditës? 15 pro, miratohet. Faleminderit. Kush? Zeniu? Po, më falni. Ka hyrë dhe Zeniu 16. 16 është pjesëmarrja në mbledhje. Kalojmë në pikën 2, miratimi për procesit verbalit të mbledhjes së Këshillit datë 19/3/2025. Është material të cilin e keni lexuar, është i nënshkruar. Kemi ndonjë kundërshtim, ndonjë vërejtje, ndonjë? Atëherë s'kemi, miratohet duke zbatuar nenin 77 të rregullores, pëlqimi unanim. Kalojmë në pikën 3, informacion mbi vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 19/3/2025. Të lutem Rafaela. Përshëndetje të gjithëve. Në mbledhjen e datës 19/3/2025 janë marrë gjithsej 6 vendime nga numri 12 deri në 17. Vendimet janë zbardhur në afat dhe janë përcjell drejtorive përkatëse për ekzekutim. Nga këto vendime vetëm numri 14 i është përcjell prefekturës për verifikim dhe na ka ardhur përgjigja se vendimi është në përputhje me ligjin. Faleminderit. Faleminderit Rafaela. Kalojmë në pikën 4. Projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga anëtarët e bashkisë për muajin mars 2025. Ky projekt vendim ka kaluar për shqyrtim në Komisionin e Ekonomisë. Duam një prononcim nga kryetaria. Përshëndetje të gjithëve. Komisioni i Ekonomisë u mblodh në datë 23 dhe diskutoi mbi projekt vendimin, për të cilin konstaton se është në përputhje me bazën ligjore dhe kemi vendosur ta miratojmë pas një ndryshim duke votuar me 3 vota pro. Faleminderit. Jemi të hapur për diskutime, nëse ka. Nëse s'ka, propozoj ta kalojmë në votim. Kush është dakord me pikën 4, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga anëtarët e bashkisë për muajin mars 2025? 16 pro, asnjë kundër, miratohet. Faleminderit. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 5, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtzuar 6% për muajin mars 2025. Po ashtu dhe ky projekt vendim ka kaluar për shqyrtim paraprak Komisionit e Ekonomisë. Kërkojmë prononcim nga kryetaria. Të lutem. Gjithashtu edhe ky projekt vendim është diskutuar në Komisionin e Ekonomisë, të cilin e kemi votuar me 3 vota pro. Faleminderit. I propozoni Këshillit çfarë? Ta miratoj. Faleminderit Lori. Jemi të hapur për diskutime. Nëse ka, nëse s'ka, propozoj ta kalojmë në votim, edhe pikën 5. Kush është dakord me projekt vendimin për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtzuar 6% për muajin mars 2025? 16 pro, asnjë kundër, miratohet. Kjo ishte edhe pika e fundit.
Shumë faleminderit për kontributin në këtë mbledhje. Shihemi mbledhjen e ardhshme.